Akt dinjitoze përgjegjësi morale. Të tillë ka përkthyer ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, dorëheqjen e kreut të Policisë së Shtetit Artan Didi, duke theksuar se ligji është një për të gjithë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka dhënë një tjetër shembull të modelit që ne po ndërtojmë në qeverisjen e vendit. Ka marrë përsipër përgjegjësinë morale për një fakt shqetësues, që është prodhuar si rezultat i mosveprimit të zyrës sonë të Interpolit, lidhur me një praktikë ndërkombëtare për deputetin Mark Froku. Në një konferencë për mediat, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri unguroi të komentojë dhe arrestimin e dy zyrtarëve të Interpol Tiranës, që sipas hetimeve drejtori i këtij institucioni dhe një specialiste nuk ka njoftuar autoritetet që Mark Froku ka qenë i kërkuar në Belgjik, për të cilën u shpreh se ndodhemi përballë një shkeljeje serioze. Së bashku me partnerët ndërkombëtar nga rënojat e 18 muajve më parë, këtë herë nuk ka funksionuar si duhet. Praktika e komunikimit zyrës tonë të Interpolit me prokurorinë e përgjithshme për praktikën e ardhur nga Belgjika nuk është zhvilluar në kohën e duhur. Ne sot ndodhemi konkretisht përpara një shkeljeje serioze, të cilën sidoqoftë e ka zbuluar, hetuar dhe proceduar Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit.